I publikohen fotografi nga e kaluara, reagon Dolce, edhe në ëndër po ju dal. Disa fotografi nga e kaluara saj kanë nisur të qarkullojnë së fundmi në rrjetet sociale, por ish-banorja Big Brother VIP Kosova, Dolce, ka reaguar se nuk ndikohet nga komentet apo tentativat për ta gjykuar për ndryshimet në pamjen e saj ndër vite. Përmes disa postimeve në Instagram, ajo ka vendosur të përgjigjet atyre që po përpiqen ta përdorin të kaluarën e saj për ta sulmuar, duke theksuar se ato momente janë pjesë e rrugëtimit të saj personal. Ato foto përfaqësojnë personin që kam qenë dhe më kanë sjell deri tek personi që jam sot, ka shkruar Dolce. Ish-banorja ka falenderuar gjithashtu ndjekësit që e mbështesin me mesazhe pozitive, ndërsa për kritikët ka përcjell një mesazh të qartë, të gjejnë të njëjtën qetësi dhe siguri që ajo ndjen sot. Dolce ka bërë të ditur se komentet negative nuk do të ndalin në planet e saj dhe se do të vazhdoj të fokusohet në të ardhmen. Sipas saj, edhe vëmendja nga personat që e kritikojnë është një dëshmi se ajo vazhdon të jetë në qendër të publikut. E kam thënë unë një gjë, rëndësi ka që për mua flitet gjithmonë, edhe në ëndër po ju dal, përfundoi Dolce.